Kishim pas arrestu Arbenin. Arbeni ka kandru. Edhe dhe më kanë, ka fillu shumë rëllime aty, djalin e dytë e kisha ngo me mua dhe veç ka piskat njerë shumë atin, babi atin ashtu. Nuk kum besue, deri sa e kum shku e kum pa sytë e mi. Ka qenë pak si i frym, edhe i nxim ka qenë. Ky i vogli, dhe më kanë, peni mungesë më shumë se këta të ngajt. Edhe jam nënt ashtë, edhe jam babë për ta. Arben Mehmeti në nëntor të vitit të kaluar u arrestua afër shtëpisë së tij në Prizren. Për 2 muaj qëndroi në qendrën e paraburgimit në Hajvalin, ndërkaq me 6 janar të 2024-s ai ndërrohej në qendrën klinike universitare të Kosovës. Bashkëshortja e atij Lindita nxorri një raport nga SHSKK-ja në cilin thuaj se 3 javë para se të kishte ankesa të ndryshme shëndetësore, e njëra ndër ankesat kryesore ishte edhe dhimbjet e gjoksit. Ajo tashmë dyshon se bashkëshorti i saj është neglizhuar nga institucionet, gjithsesi nga punëtorë shëndetësorë në qendrën e paraburgimit dhe për kësaj deri ajo ka dhënë versionin e saj në lidhje me këtë ngjarje. Se ta follim tregove që në nëntor të vitit kaluar, bashkëshorti jot Arbeni është arrestu këtu në qendër Prizrenit. Apo më tregon se çka ka ndodhur atë ditë? Atë ditë domethënë ka ndodhur, unë në punë kam qenë, domethënë kur është arrestuar Arbeni me 12 nëntor. Domethënë kanë telefonu në shtëpisë që a din hajde te shtëpia më shpejt kur kam shku domethënë veç kishin pas arrestuar Arbenin. Edhe, domethënë, e kanë marrë, domethënë, në qendër të paraburgimit këtu kanë jetë në 4-8 jetorsh. Kanë e kanë dërgu në Hajvalin. Do të thotë këtu në qendër Prizrenit diku e kanë arrestu? Po. Me çfarë arsyetimi? Për çka kanë arrestu? E kanë arrestu për një cigaret. Kanë e 4-8 jetor këtu në, masa ne kanë dërgu në qendër të paraburgimit të Hajvalis në Prishtinë. Atje domethënë kanë jetë. Arbenin dhe më thonë, unë kam qenë vizitat e Arbeni atje, kam vizitu çdo 2 javë, kam vizitu atje në. Le telefonojnë nuk ka pas, asnjëherë, vetëm një shok. S'keni ujt me folja? Jo, me telefon asnjëherë jo. Dërgash kështu keni shku? Vizit, po, kam shku kështu vizite, kam vizitu. Vetëm një shok, i tina i voma që ka telefonin. Gjatë kohës se ju tregove që është arrestu me 12 nëntor edhe me shans indire vdek me 6 janar. Gjatë këtyre javëve, pavarësisht sa herë ke shku me vizitu dhe në çfarë gjendje ke pa ato? Domethënë prej asaj dite, atë në periudhë domethënë i ka ra dikun 4 herë që e kam vizituar Arbenin. Çfarë gjendje u kanë? Gjendja nuk kanë shumë mirë. Asnjëherë s'm ka fizikisht, emocionalisht. Shumë mirë. Normal ka qenë pak i mërzitur sa aty i mbyllur, ka qenë. Po, kështu që mirë ka qenë nga ana shëndetit, kanë qenë mirë, s'm ka anku diçka që është. Po, para arrestimit, gjendje fizike që ka pas, a ka pas në ankesë? Jo. Po, takimin e fundit që e keni pas, që shu kanë? Takimin e fundit që e kam pas, dhe me kanë, unë e kam pa Arbenin këtu me 26 dhjetore, e kam pas, e ka pas një seancë këtu të Bërkori. Aty e kam pri, dhe me kanë rafsh gati 1 orë, diçka e kam pri desa ka kry seancën, kur ka dalë, dhe me kanë një buzëqish, kur ka dalë shumë mirë, asë kam pa në ishtë qëtësim diçka, adin të smut ose diçka. Po me 6 janar? Adit me 6 janar, dhe me thonë për mu ka qenë adit të merruse. Nuk e kum prit, po dhe me thonë, na prit shumë e dalën veç fakt. Na kemi prit para vitit 3 me dalën. Po, s'ka qenë ashtu të shkrune, me 6 janar adit kër e ka marrë lajmin, dhe me thonë, për vdekjen e tina, ka qenë të merruse. Si për mu, si për familjen, si për fëmijët e tina. Dhe me thonë, në ora në 6, të mbramjes, kër më kanë telefonu, më zgabofsha, më kanë thirrë dhe me ke që Arbeni qenë ka pak i smur, pas kanë dërgu në spital. Kush ka telefonu? Nuk më ka prezentu. A ka qenë prej burgut, a ka qenë prej spitalit, spërtel dikun, nuk më ka prezentu. Çfarë kanë thënë? Veç më ka ajini ju familja e Arben Mamutit, ka shpun janë bashkëshortja atina, Arbeni ka është pak i smut, po mos u shqetëso ma kanë bëha, nuk është diçka që mu për shqetësim, adin në veç akun bëha është mirë, adin atë vim
Jo, mos u shqetëso, ka kanë vetëm mundi më arë nesër, edhe disa borna mi sjell. A ti ka cekë çfarë borna me ashtu? Jo, vetëm a ka cekën dhe më kanë cilën në spital dhe më kanë është, në QKUK, në infektiv më ka kanë, vinin mëngjes. Edhe e mbylla telefonin, ma ka numrin e dhomës, krejt. S'ka shku as 2 orë, gjys 3, me kanë ndoshta, kur po më telefonojnë apet, dhe me kanë ka hapa telefonin edhe ka jeni ka zoja Lendita ka jo, është po unë jam. Ka po mjen keq, ka nuk po di ka si të kam, ka se ti veç ti e hape telefonin e para, din ka po Arbeni ka edhe dhe më kanë, ka fillu shumë urlime aty, djalin e dytë e kisha në gomë me mua dhe veç ka piskat njerë shumë atin, babi atin ashtu të. Dhe më kanë edhe unë s'kam ditë ma, qysh. Mundi ato momente, po veç ma gavë zotin i forca dhe u qova i kapa 2 fëmit, dytin edhe të voglin, se të magë nuk e kish në afer. Adin kapa fëmit dhe meke që janë, unë jam me tane, atit, së dim. Mandej keni ardhë po vëse në Prishtinë? Po, masanim kanë khirë dhe meke që me shku të spitali atje në Prishtinë. Unë dhe në ato momente nuk më besu. Edhe njëherë ka khirë kunatin telefon, a është e vërtet, atë s'ma bëjshë a jetë të di qka jetë të folë, atë në familje, o, po, bre, kështë asë më kanë kënë ka vdi. A jetë të di qka jetë të folën. Ka marrë kunatin telefon, e ka khirë edhe njëherë, që atë numën që më kanë khirë mua, ka po, ka është e vërtet, po hajdi në spital atje në Prishtinë. Gjatë rrugës une nuk më besue, deri sa e kumë shku, e kumë pa, me sytë e mi. E keni pa trupin e ti? Po, nuk dhe që më leju, po me kom gullje, e pash. Qfarë gjendje ke trupi? A pat na i shajt që ti dyshove për diçka? Ka qenë pak si i frym, edhe i nëzim ka qenë. Kishka tjetër jo. Mande edhe... pjesën nalë që e kam pa. Po, në ato momente a keni ditë jo për çka kanë drejt, kanë qenë shkaktarët? Jo. Ma vonë ju kanë treguar? Une veç pas kanë kanë që pas ka qenë i smut, me grip. Dhe më kanë e motra që pas ka kontrolu gjatë para burgim atyne, që pas ka pas një ftofje, autopsin dhe më kanë jam të pritën, dhe sa del autopsia. Dhe më kanë këtu në Prizren nuk kam kur far informata, kur far sane, këti kam Prishtinë atjene. Tash po pres, dhe sa të më lajmërojnë diqka. Jeni në pritje? Po, janë pritje. Tregoj ma hire që i ki 3 fëmijë, çfarë moshë janë fëmija? Djali më është 15 vjeçar, i dyti është 13, ndërsa i vogli është 2 vjetë e gjysmë. A e din, tregoj që i din, ky i vogli edhe a e dina? Ky i vogli, dhe më kanë peni më ngesë dhe më shumë se këta të ngajtë. Dhe më kanë çdo foto që shet tina, ati gjëk e pret, vatë babi. Aktualisht më tregoj që ti e personi vetëm familje që punojnë, që duhesh me i mbajt. Sa është e vështirë për ty, kjo pjesë? Shumë është. Për mua është shumë vështirë se edhe jam nënë tash, edhe jam ballë për ta. Dhe duhesh me i përballu gjitha përgjithësi që vinë si... Tirasit kam i shku deri në fund. Edhe kam e zbarë, çka ka qenë problemi. Pse mos më na njoftu, pas ka qenë ai 3 javë smut, pse mos më na njoftu neve si familje me ditë, ose pse mos më leju telefonatat, unë gjë ka të zemrën e kam pik aty në pse. Ndoshta ja kishim gënë një ndihmë për shkak, ose kishim trajtuar dikun jashtë, ose ka pas një smundje diçka nëse u paraqit. Aman mos më na dhon kur fare informacion, veç për na informon dhe më kanë ditën e fundit. E kështu që i kisha lut institucionet, kjo që ka ndohë të unë edhe më kanën. Inshallah nuk ndohë kërkun më heq, po në ti trajtona ashtu që duhet, se edhe ata ka në shpirt, edhe pse janë të mbyllën. Mos të mbesin
fëmijët, domethënë rrugëve, nonat, pa djem. Çto e kisha lutë, bilëm pak me pas kujdes bre. Tani presim që të dalim para organeve të ndjekjes këtë rast tek prokurori e qesjes, ku zonja në fjalë Lendita Tafulli, bashkëshortja e ndjerët, duhet të tregoj para prokurorës se është nanë vetushqyse, mban 3 fëmijë të mitur, dhe me këtë rast kërkojmë ndërgjegjësim dhe organet e ndjekjes ta bëjnë rolin dhe punën e tyre dhe të kuptojnë se kush janë dhe kush po jetohet. Ne duhet ditur se vonesat dhe kurimi është vënuar nga ana e qendrës paraburgimit në Hajvali. Por në anën tjetër edhe spitali në komunikim me zonjën në ditën kritike kur veç zonja ka marrë veç që ka ndruar shorti, ajo ka marrë 3 kumtesa në ditë. Domethënë paradoksi më i madh se spitali po kërkon nga zonja, këta bashkëshortja të ndjerët, nuk kemi hapa dhe ato hapa duhet na sjellësh. Dhe në ora sa nota disa orë më vonë, po njoftohet se pacienti ka ndruar. Andaj kjo është e dyshim dhe duhet të kuptohet dhe të zbulohet në pista të ndryshme.